Mi mbrëma mirë se erët në emisionin I Pavarur. Është një emision I cili ka, kur ka filluar më Kristiano, se me Kristiano Xhanarën e kam bërë këtë emision që në vit 2020, jo priti, 2000, si 2000, 2020. Vitin 2020 filluam këtu, kishim dhe një litar dhe nuk vareshim për treguar që ishim të pa varur. Kaluan kohë, ai litari na duhet për punë. Që ku lidhim në I dru ose bëjmë në I punë tjetër, kemi edhe Kristiano bën punë të tjera dhe unë bëj punë të tjera, takohemi të hënave këtu. Pse takohemi? Takohemi për të bërë çik muhabet. Pra, ju nëpër televizione apo në portalet e personaliteteve të kryeministrit, të zotit Berisha, Agron Shehajt, Arlind Qorit, Taulant Ballës e të tjerëve, shikoni postimet të ndryshme dhe filloni mendoni si ata. Ne ju themi, na shikoni ne, dhe pastaj mendoni si të doni ju. Ju bën mirë, jo të gjithë, nuk është emision për të gjithë, është për një pjesë që do të mendoj me mendjen e vet. Unë me Kristiano Xhanarën kemi këtu, jemi në vitin e 7, edhe nuk kemi lodhur as mërzitur. Do të vazhdojmë me këto gjërat. Bordi I transparencës publikon çmimet e reja të karburanteve në vend. Rritet me 4 lek për naftën, më shtrenjtë edhe benzina. Deri këtu nuk ka ndonjë gjë të re. Nafta, benzina, lufta, gjiri, e kështu me radhë, janë probleme që u mësuan, fillojnë nga shkurti, çudia më e madhe zgjat 3 ditë, në fillojnë në shkurt, marsi kaloi me këtë valën e madhe, çdo bëhet me lekët tona, çdo bëhet me naftën, çdo bëhet me ekonominë e Shqipërisë, çdo bëhet me ekonominë e botës, tani u mësuam. 4 lek më shumë, 4 lek më pak, nuk janë ndjen më asnjëriu. Shqiptarët jetojnë me situatën, është një popull trim I cili gjithmonë ka qarë hallin qeverisë, në raste konkret, orë është luftë. Në fund fare, ç'na duhet dhe pse të ngrem apo të ulim akcizat. 4 lek të qelbora, në fund fare, kush ka makinë? Ai që është në çik në gjendje, ai që është në çik në gjendje, urdhë. 4 lek dhe thjesht e ka lajmet se ne nuk na kërcet shumë. Shkojmë, e mbushim makinën, ku ndizet e llamba, është një llamp që ndizet e verdh një herë, I shtijem, ose e mbyllim shtëpi, nuk ka rëndësi, ne jetojmë me situatën dhe besoj që e dini si histori, por për më të rinj do ta tregoj unë. Keni parasysh një shkollë ish politikumi që sot quhet Harry Fulls. Harry Fulls ka qenë mësues në atë shkollë amerikane. Ç'bën bën Harry? Një ditë të bukur, se këta ishin në zonës që kishin bursa të mira amerikane, edhe kushtrohesh të dreka, kishte shumë asortimente. Një ditë heq frutin pas buke. Nuk u ndje njeri. Të nesmen hoqi ëmbëlsirën, të pas nesmen hoqi sallatën, pastaj hoqi pjatën kryesore dhe I la vetëm me supë. Një javë vetëm me supë në nxënësit shqiptar, kaq nuk nxorën. E mbas një javë shumë I revoltuar, ai tha, po turp nuk keni morta. Ju hoqja frutin s'u ndjet, ju hoqja ëmbëlsirën s'u ndjet, ju hoqja mishin s'u ndjet. Ndërtet me supë edhe prap s'u ndjet. Lum kush do t'ju qeverisë ju. Dhe vërtet, lum kush e ka qeverisë këtë vend. Lum për veten e tij. Ky vend bëja karburant edhe 40 rite. Do të thotë, ç'a ti bëj? Bëhet lufta tim ata. Ç'a ti bëj? Si të gjithë. Ec. Rriten frikshëm në kështu, ke parasysh ja bëj kështu thonjsave. Rriten frikshëm kostot e jetesës. Si Tirana po bëhet parajs për të huajt, 3 pika. Fer për vendasin. Si po bëhet more se pyes veten edhe unë. Pyes shpesh vërtet. Shkoni. Kur Zoti e dëboi njeriu nga parajsa. Se Adami me Evën ishin parajs. I dëboi Zoti se ishin pa bindur. I tha nga një dënim të dyve dhe pasardhësve, pra dhe ne. Burri do të siguronte bukën duke punuar tokën. Gruaja do të linte përmes dhimbjeve dhe mundimit. Keni parë që ne jemi shmangur? Ja, unë e siguroj bukën përmes llafeve. S'di unë të kap vegël me dorë. Gratë lindin me cesarian. Nuk I kam provuar dhimbjet e lindjes. Mori, I sigurim larguar pak nga kjo pjesa parajsës. Jo për që parajs ferr. E nese. Shqipëria vëllezër, ne kemi kaq kohë që ja u themi ju, po do Zoti na kuptoni ju ne. Se ne kemi për ju. Metri katror në Tiranë është një lloj sikur këtu rrogat ishin nga 5-6.000 euro, 10.000 euro në muaj, dhe 1 metër katror është 1.500, 2.000, 3.000 euro. Qeve 4.000 euro në zonë të mirë. Jo më shok. Këtu janë rrogat
nga ato që thot qeveria nominale, mesatarisht 800 euro. 800 euro, sikur mos hash buk e të mos pish ujë, i thon, ja po themi 10.000 euro në vit. 10.000 euro që të blesh 100 metra katror, duhet punosh 20 vjet. Për kë po bëhen? Ka një teori konspirative, e cila prej kohësh rreth tek pjesa që këto investime, këto ndërtime po bëhen për të huaj. Pra, pastrahen para, pastruhen paru, pastrojnë para shqiptarët, ata që natyrisht bëjnë para të pista, i investojnë dhe nesër të marrin nga të huajt të cilët do të vinë të kolonizojnë vendin tonë. Është një teori, por që nuk duket pa bazë. Pse? Sepse ndërtimet në Shqipëri nuk janë as të taksuara dhe ka 10.000 banesa që janë bosh. Banesat janë bosh, shqiptarët ikën çmimet rritën. Si e shpjegoni? Pikë pyetje. Dalim dhe tjetra, Kristi? Shikoni këtë tjetrën. Times Kuwait. Nga pushimet luksoze të investimet strategjike, Shqipëria tërheq vendet e gjirit. O Enver Hoxha ku je? Thonë nga njerë në për kafe. E unë do të thoja vërtet, o Enver Hoxha ku je, se s'ke guxuar as ti vërtet, Enver Hoxha ka thënë që Shqipëria është fanar ndriçues për komunizmin, që Shqipëria jeton mirë sepse ne duam njëri tjetrin, ndërsa në vendet kapitaliste braktiset njeriu. Po s'ka guxuar njeri, do thonë edhe Enver Hoxha, që vendet e gjirit, pra Emiratet e Bashkuara, Dubai, këto gjërat, Arabia Saudite, të ketë zilisht Shqipërinë. E imagjinoni, shiko, vjen për shembull një nga Dubai. Keni parasysh ai ishulli ndërtuar si palmë në det, ato kullat e larta, dëbor në mes të verës në ambient të mbyllur, çfarë nuk bëjnë ata? Vjen në Drimadhe. Kam nevojë ta vazhdoj? Apo vjen në Golem dhe Shqipëria tërheq vendet e gjirit. Këto janë shkrime që zakonisht quhen të paguara. Pra, jepen 2 lekë atin, jo për të bërë reklam, kështu pra për thënë blini shkum dhëmbësh dhe pastroj, jepen lekë në dorë edhe bëhen nga këto pocaqira që tërheq vendet e gjirit, Shqipëria luksose. Në Shqipëri, më kujtohet se unë kam punuar nga halli, ka që më mbyllën mediat, kam punuar ca kohë gujt, kam punuar me turist. Edhe kisha një belg, ditën e 2 ose të 3 ne shkojmë Sarandë. Ishte maj, fillim maj. U ulëm, një shok i vet 65 vjet shok ata, që fëmijë nuk ishin ndarë, edhe një person tjetër. Dhe tha, nga vajta theva këmbët erdha unë këtu, tha. Po pse më Misheli thash? Po nuk shoh femra, më tha. Shoh janë 3 gangster, tha, mbajnë cigaren këtu, duke sikur do mgrabisin, tha. Unë tha, jo se jam manjak, jo se kam nevojë, tha, të ngopem duke parë femra ose t'i fus duart. Po femra tregojnë qetësi, lëvizje për qytet. Çfarë do bëjë në Saranda? E vërtet, çfarë do bënte në Saranda, ai? Ngri dark, desme në autobusit, pam butritin, gjë rrallë shumë. Pastaj vajtëm Gjirokastër, pam Kalana Ali Pashaj, që për një francez është një magji e madhe, s'kan kala francezët. Kemi provuar dhe djathnët e Peler. Çfarë thash? Francezët që kanë 300 lloj djathrash, u manitën me djathtë shqiptar. Ky është turizmi që bëhet në Shqipëri. Kupton, vjen nga gjiri, nga vendet e gjirit. Hiq që Kristiano se po vjen për të vjedh. Produktivitet nga BE, pse BE e nxjerr të rritur? Pse BE e nxjerr të rritur? Është një pyetje. Faktikisht kjo që lexojmë këtu është analizë. Produktiviteti. Pra Shqipëria ka produktivitet. Është ajo që thash unë. Zoti e dënoi burrin të siguroj bukën duke punuar tokën. Në Shqipëri shumica e burrave e sigurojnë bukën nga llafet. Pse BE-ja? Sepse BE-ja, o miq, merret me statistikë. Me statistikë Shqipëria ka qenë e dyta në botë në kohën për bukën, në kohën kur nisë kishin bukë, kur fshatarët zbrisin nga fshatat e Tiranës, edhe të lutë, atë keqen mama, thoshte, fshatarët që kishte prodhuar bukën e grunit për mua në Tiranë, atë keqen mama, blejmë bukë grunit, thoshte, t'jepte 50 lekë, t'jepse bukë gruni. E po t'ja bleja asaj, çante drasat shitja e bukës. Dhe me shifra, ne ishim ndër të parët e rajonit. Kjo foto, sa për ta ditur, nuk ishte e shkrimit s'kishte foto, po e vura për qef, për tërhequr syrin. Keq bën, buka ujë s'do. Sidomos më shkoi kjo pse BE nxjerr të rritur,
Desha të jap një arsye pse e nxjerr të rritur BE-ja. Po ishte për qef. Haroj, nuk ka lidhje. Ecim për të parë zhvillimet në këtë vend. Të lutem hap full screen. Keq që vllai Cristiano ose pëlqen është një lajm pe Poradeci. Vjedhje në një bulmetor në Poradec. Autorët marrin parat dhe regjistrimet e kamerave të biznesit. Problemi është këtu, këtë që nuk thot lajmi. O shok. O Cristiano. A e di ti që kanë vjedhur dhe djath? Ai që ishte interesant këtu, edhe që bën gabim që nuk e ka ky portal se kishin tjerë, është që ai duhet të kishin vjedhur dhe djath, gjis edhe produkte të tjera bulmeti. Nuk e di pse e kanë bërë, po nëse e kanë bërë për të ngrënë, besoj që është aq keq situata se keni ide. Pra, të hyj tjetër të vjedhit djath, gjis, salc kosi, do thotë që jemi pavarësisht se Banka Botërore thotë që produktiviteti është, jemi o shok, çfarë thot vllai. Kishim marrë dhe kamerat të shkretët që të mos i shohin me fytyra. Harrojnë që është gjithë rruga me kamera. E po duan të zbulojnë. A çfarë themo, ku jetojmë ne o shok? Ku jetojmë? Ne jetojmë në një vend të mirë demokratik, ku më në fund vjen puna, në vendet e tjera borgjeze grabiten banka, grabiten kazino, tek ne grabiten dyqan djathi. Merret rrota djathit, atë e gjen me erë për shembull. Unë them që e gjen me erë. Lëri një që është mirë nga hundët e gjen në shtëpi atë direkt se do qelbi era bulmet do të qelbi. Një shprehje italiane thot, chi ruba poco va in galera, chi ruba molto fa la carriera. Do të thot, kush vjedh pak shkon në burg, kush vjedh shumë bën karrierë. Tjetrin, heqim këtë të djathit, i cili besoi të përfundojë në burg në mënyrë turpshme, kontrabanda e cigareve dhe hetimin ndaj kompanisë Agasit, zëvendës drejtori doganave Ylber Karaxha në SPAK. Këtu jemi tek ajo skena e famshme që dim të gjithë që gjet një thesar i madh si ai Aladinit me verë. Mirë po, diskutohet shpesh herë mafia në Shqipëri dhe mafia shqiptarët ditë ata me pistoleta këtu që direkt sa këtë fjalë të vret. Kjo situatë, kjo strukturë këtu është, me thënë të drejtën, një situatë e cila e meriton fjalën mafia. Se mafia nuk është arma, mafia nuk është gangsteri, mafia nuk është makina mirë. Mafia është lapsi. Dhe më në fund Shqipëri, pas të fortëve, erdhën këta që të korruptojnë me shishe vere, me kamera, me cigare, dhe që kanë bërë pis e lum të gjithë politikën shqiptarë, por sidomos administratën. Këta janë ata që fanno la carriera, që bëjnë karrierë. Edhe një dua, të lutem. Të gjithë një zëri, studentët shqiptarë protestojnë sot në Shkup. Atere, për të qenë të ndershëm dhe të qartë me ju, studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, jo studentët shqiptarë të Shqipërisë. Nuk bëhet fjalë që të protestoj njëri tjetër përveç studentëve. Por, vëllezërit tanë, nipërit tanë, që janë mosha e fëmijëve të mi këta, protestojnë në Shkup për gjuhën e tyre shqipe, sepse kanë të drejtë dhe kushtetuese. Sot, ne këtu në Tiranë, për simetri duhet kishim një protestë. Se në Shqipëri, për çfarë kemi protestuar? Për Ukrainën, për gazën, për Krushovin, për gjithë shka kemi protestuar ne. Natyrisht kur na thrasin partitë. Ose dikush që nëse marrin vesh kush ta thet, po ne shkojmë. Sot në Shkup ka dalë rinia për gjuhën shqipe. Dhe sot dhe umëm, sheshi Nën Tereza, sheshi Skënderbej, duhet ishte mbushur me shqiptar të këtushëm në mbështetje të këtyre djemve dhe vajzave shqiptar që kanë nevojë për mbështetje, sepse po luftojnë për një gjë që është e drejtë, është kombi ynë. Këta janë shqiptar, janë si ne, por që po i hiqet avash avash mundësia dhe që janë shkontarizuar, po të shkonin në Ohor për shembull, nuk thot njeri kam qenë shqiptar, se nuk thon as kam qenë, por thon jam Aroje. Po thon jemi Turqeli. Siç edhe Kosovë ka hyrë kjo puna Turqelia. Pra, pranojnë të jenë turq, po jo shqiptar. E këta duan të vazhdojnë të jenë shqiptar. Ne, që na thon dheu am, kombi am, e ku di unë, ne jemi rehat. Ne jemi me që dëshën zora. I lutem pak publicitet regjia dhe kthehemi edhe një herë.